falenderoj. Zoti Rezi, do ta nisim me atë që unë sa po citova pak më lart, pra pas më shumë se një viti bllokimi institucional dhe përplasje të forta me ndërkombëtarët, deklarata e Kaja Kallas vjen ndoshta si një sinjal i ri politik nga Brukseli, por historia ndërkaq na ka treguar se mesazhet diplomatike shpesh janë edhe më të kujdesshme se sa realiteti politik në prapasken. Pyetja tashmë lind se a është kjo ndoshta një kthes reale në raportet mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës apo është thjesht një formulim diplomatik për të ruajtur ndërkaq dhe stabilitetin në rajon? Atëherë pas një periudhe goxha gjatë një stagnimi të proceseve politike në Republikën e Kosovës, gjejshëm dëshmitar apo më saktë mbrëmte një momenti i ri ku u bë konstituimi i Kuvendit Republikës Kosovës dhe u përzgjodh edhe kryetarja e Kuvendit zonja Albulena Axhiu. Kjo sigurisht paraqet një moment stabiliteti politik dhe duke u referuar edhe gjuhës të cilën përdor Komisioni Evropian sa i përket kësaj përzgjedhje dhe këtij momenti politik, duhet të themi se gjithë ne jemi të lumtur që më në fund u arrit që të sigurohet shumica për konstituimin e Kuvendit dhe për përzgjedhjen e kryetares së re të Kuvendit në Republikën e Kosovës. Kjo sigurisht që do t'i hap shtigjet për konstituimin dhe për formimin edhe të qeverisë, duke parë se u arritën që të sigurohen mbi 60 deputet, diku 66 mbrëm në përzgjedhjen e zonjës Axhiu si krye parlamentare. Kështu që Kosovën tashmë e pret një periudhë e re e konstituimit të qeverisë dhe të stabilitetit politik sa u përket institucioneve të cilat do të kenë mbarvajtjen e tyre ndryshe, duke pas parasysh që po formohet qeveri e re me mandat plot dhe jo si kjo qeveri që ishte në detyrë shkaku se nuk arrin të bëheshin 61 deputet për të siguruar shumicën, rrjedhimisht u përsëritën edhe zgjedhjet dhe nga rezultati dhe epilogu i atyre zgjedhjeve duket se lëvizja vetëvendosje del më e fuqishme, e konsoliduar dhe tashmë ju takon atyre që të bëjnë përzgjedhjen e dur sa u përket ministrive dhe gjithë resorve në kuadër të qeverisë, shkaku se ndodhemi në një moment delikat politik dhe geopolitik dhe ai që më shumë t'i duhet Kosovës në këtë moment është një qeveri stabile, mirë e konsoliduar, që t'u parapri sfidave të reja të cilat vijnë. Njështu sa i përket raporteve me Bashkimin Evropian, ato gjithmonë kanë qenë të kujdesshëm në raport me shtetet të cilat janë aspirante për të hyrë në Bashkimin Evropian. Sigurisht që raportet e tyre sa përket përparimit dhe demokracisë për brenda shteteve janë të rëndësishme dhe pikë referuese për gjithë qeverit për të përmirësuar veprimtarinë e tyre dhe për të arritur që të konsolidohen gjitha institucionet sa i përket edhe pjesës sundimit ligjit, sa i përket demokracisë, lirisë medias dhe të fjalës dhe gjitha aspekteve ku ata ndonjëherë tërheqin vërejtjen. Në një moment kur kemi një qeveri në ardhje e cila duket se ka shumicë stabile, mendoj që edhe procesi integrues i Kosovës në Unionin Evropian do të ketë një kapitull 3, i cili do të jetë më intensiv ndoshta në këtë periudhë, duke pas parasysh që qeveria vetëm ka stabilitet dhe institucionet do duhet punojnë në agendën evropiane për parafrim me kriteret të cilat i kërkon Bashkimi Evropian. Ndërkaq, zoti Rezi, dialogu Beograd-Prishtinë mbetet sigurisht nyja më e ndjeshme e procesit integrues. Bashkimi Evropian kërkon takim të nivelit të lartë së shpejti, çka nënkupton edhe një urgjencë politike deri diku. Mendoni se do të hyjë Albin Kurti tashmë në këtë fazë të re me pozicion më të fortë, apo nga ana tjetër do detyrohet të bëjë lëshime për të rifituar ndoshta edhe të gjithë mbështetjen e plotë europiane?
Ajo që ka qenë pikë e fortë e zotit Kurti në raport me Serbinë ka qenë konzistenca e tij e qëndrimeve dhe fakti që asnjëherë nuk ka lëshuar pe sa i përket agjendës së tij dhe atë se si e sheh shteti i Kosovës procesin e këtyre negociatave në raport me Serbinë. Dhe ky moment politik dhe ky stabilitet politik mendoj që do ta përforcojë edhe më tepër pozicionin e zotit Kurti në raport me këta bisedime. Ajo që duhet ta them është që në këtë moment më shumë se kur zoti Kurti ka nevojë që edhe opozita të jetë krahti duke i siguruar mbështetje dhe përkrahje në këtë proces të ri të negociatave me Serbinë dhe jam shumë i bindur që duke i pas parasysh mënyrën se si funksionon zoti Kurti, duke pas parasysh konsistencën e tij të qëndrimeve dhe fakti që është mirë informuar edhe për ndodhit në rajon dhe në botë dhe arma e tij e fortë do të jetë fakti që Kosova ka gjithë drejtën e saj që në këto negociata të kërkoj garancitë të cilat i kërkon zoti Kurti shkaku i shumë marrëveshjeve të mëparshme të cilat nuk u respektuan nga pala tjetër dhe këtu mendoj që do të gjej mirë kuptim dhe përkrahje edhe tek miqtë ndërkombëtar, shkaku se një herë mirë duhet mbyllen këta çështje të hapura të cilat po e cënojnë, duke kisha thënë edhe shtetësinë e Kosovës, duke pasur parasysh që akoma janë pezull disa çështje kritike të cilat kërkojnë zgjidhje, mirëpo duke pasur parasysh këtë pozicion të ri të zotit Kurti, këtë situatë stabile politike në Kosovë, mendoj dhe duke i ashtuar kësaj edhe përkrahjen e pa rezervë që do t'i vinë nga opozita sa i përket kësaj çështje, mendoj që arma më e fortë do të jetë në anën e zotit Kurti në këtë marrëveshje. Në anën tjetër duke analizuar jo stabilitetin politik në Serbi dhe gjitha ndodhi që janë atje, në këtë moment më shumë i konvenon Republikës Kosovës në përkrahje dhe në konsulte dhe me miqtë ndërkombëtar që në një fazë të re të negociatave me Serbinë dhe një herë mirë të mbyll çështjet të cilat janë të hapura dhe të vazhdoj Kosova me një agjendë tjetër, atë të integrimit në Unionin Evropian, të hapjes së perspektivës së saj ekonomike dhe të tregut lirë të Europës dhe të synoj po ashtu edhe inkuadrimin në organizatën më të madhe të sigurisë në NATO. Prandaj sa më shpejt dhe sa më mirë që zgjidhen këto çështje të hapura me fqinj, sidomos tani tek pjesa me Serbinë, Kosovës do t'i lejoj që të frymojë më lirshëm dhe të fokusohet në agjendën e saj evropiane. Nga ana tjetër, zotë Elezi, reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian përfshin këto sundime ligjit, funksionimin institucional dhe nga ana tjetër dhe stabilitetin në veri të Kosovës. Këto janë procese sigurisht të ndërlikuara, por që kërkojnë edhe kohë, por edhe konsensus të brendshëm. Mendoni se qeveria tashmë ka të gjithë kapacitetin politik dhe atë institucional nga ana tjetër për të realizuar reforma të thella me shpejtësi, ashtu siç kërkon edhe Bashkimi Evropian? Po mendoj që qeveritë e mëparshme Kurti kanë qenë të fokusuara në zgjidhjen e këtyre do kisha thënë vërejtjeve të cilat vinë nga Bashkimi Evropian, duke pasur parasysh edhe mënyrën se me sa finesë dhe elegancë u zgjodh edhe çështja e veriut të Kosovës, një çështje të problematike që përfshinte edhe cënim të integritetit edhe të kufive të Republikës Kosovës, por cënonte edhe vetë shtetësinë e shtetit të ri të Ballkanit. Mënyra se si qeveria Kurti e zgjodhi këtë çështje dhe këtë situatë, sigurisht në ndihmë dhe në logjistikë dhe në bashkëpunim edhe me partnerët tanë ndërkombëtar, ishte ajo që dëshmoi pjekuri në vendimmarrje, mirëpo edhe vendosmëri në zbatimin e ligjeve të shtetit Kosovës edhe në veri, duke pas parasysh që për një kohë shumë gjatë gjitha qeveritë e mëparshme atje toleronin një lloj
deep state-i ose një lloj shteti i cili nuk ishte funksional atje, funksiononin grupe kriminale serbe të cilat suportoheshin sigurisht nga qeveria e Beogradit.